sepse ne I kemi dorëzuar drejtësisë vullnetarisht me një vizion shumë të qartë. Në fjalën e tij, kryesocialisti tha se pensioni mesatar do të jetë 400 euro, ndërsa pensioni minimal do të jetë 200 euro. Jetë një qendër që në Shqipërinë 2030 do të jetë prestigj ndërkombëtar I Shqipërisë për shërbimin shëndetësor. Nga viti kur ne morëm detyrën edhe sot, çmimet e barnave janë ulur me 30%. Dhe I kërkova të sjellin ca barna konkret që janë sot në treg dhe që ishin në treg. Dhe janë ulur pse? Sepse ne kemi bërë një politik siç kemi zotuar. Dhe me atë politik të heqjes së TBSH-s mbi barnat edhe të disa ndërhyrjeve tjera, ne kemi realizuar këtë ulje. Dhe nga ana tjetër ne kemi dyfishuar fondin për barnat e rimbursueshme dhe e kemi shtuar me 200 medikamente listën e barnat rimbursueshme dhe tani kujt ju thot se do t'ju a thonë në çdo rrugë do t'ju a thonë çështjen e pensionistëve në raport me barnat duhet I thoni që janë 210.000 pensionistë në regjistra. Kryeministri Edi Rama thot se në janar 2026 paga minimale në vend do të jetë 500 euro. Rama thot se kur morën qeverinë u përballën me një grop borxhesh. Në vitin 2013 kur ne morëm detyrën, paga minimale ishte 157 euro. Sot 2024 u mbyll me pagën minimale 400 euro dhe duke filluar nga janari 2026 me një vendim që do të merret pas zgjedhjeve kur të bëhet edhe akti normativ I qershorit, paga minimale do të jetë 500 euro. Në mandatin e 4, Rama ka shpallur një plan ambicios për investimin e 300 milion eurove në strehimin social, duke synuar ndërtimin e 50.000 banesave.